Dhe në anën tjetër e kem një opozitë të pamundshme, e cila ka hup narrativen. E ka hup narrativen për një Kosovë normale, një Kosovë legalitet, sepse turma, ku imi hinj e imi rras që të gjithë bashk, në turmologji, nuk e kupton çka do të thonë legaliteti kushtetues. Qysh mi a spjegu turmës, në mahon që rreziku më i madh i Kosovës nuk i vjen nga thatësit, nga fatkeqësitë elementare natyrore, nga një forcë e huaj, nga një lutje, po i vjen pikërisht nga rënimi nga brenda i strukturave i demokracisë kushtetuese dhe i kushtetutës. Sepse u bë mod ku janë pyetje sërt në Kosovë me shkel kushtetutën haq se s'prish punë se është interesi madhor. Dhe zoti Haziri në këtë aspekt edhe opozita duhet me i marrë fajet e veta. Keni pranu mu shkel kushtetuta për shkak një interesi në thojza madhor, sepse keni votu krejtësisht jo legal një nën kryetar të kuvendit. Prandaj për mua kjo problem që zoti Kurti dhe lëvizjave të vendosje e ka shti në orbitën e vetë nacionaliste, por që di këtu son një nacionalizm super i majt, në mahon është diçka një konglomerat që se kemi po shumë në këtu hapsina, dhe në narrative nacionaliste, patriotike, keni ro edhe jo, si opozitë, s'po flasë personalisht, natyrisht. Dhe në këtë situatë, për pas disa lëndëve që i keni adresu në gjykatën kushtetuese, zoni i opozitor në brenda strukturave të shtetit, sidomos në parlamentin, u po flasë edhe 4 vjeçarin e kaluar, po flasë për non Shkurtit që praktikisht Kurti me çdo mjet i ka pengu krijimin e institucioneve sepse ka qenë totalisht i pakënaqur me votuesin e tij, me popullin e tij që pretendon me udhëheq. Prandaj zoti Haziri, çush e shihni ju kauzën, çush me ndru para popullit Kosovës se kemi fol mjaft, si nasi ju. Po çush me bind qytetarin e Republikës Kosovës me dalë bashk na këtë bukop, dorë për dorë me shty njëri tjetrin me dalë në legalitet. Nga ilegaliteti permanent, shkelje kushtetuese permanente prej 15 prillit si vjetshëm. Tani na kena rëshit me një agent që unë e kom cilësu ma shumë agent e fshehur e zotit Kurti. Dhe kur kemi një situatë tillë, njerëzit e interpretojnë në mënyrën se si e besojnë, e shohin, e lexojnë edhe e interpretojnë. Politikisht, duhet me pa që Kosova këto vite ka rrshit në krizë politike të thellë. Nuk jemi vetëm pak kuvend e me qeverinë detyrë, jemi për pak ditë edhe në krizë buxhetore financiare. Përderisa Kosova është preashtu për shumë drejtave dhe mundësive zhvillimore që ka pas, e ka një lloj raportit çuditshëm brenda shqiptar, e ka një raport shumë të hapur problematik me popujt slav, vetëm brenda Kosovës dhe përskejt Kosovës, edhe e ka një raport ngrim të kushtëzuar në fjalor politik me bëjen